Qendra spitalore universitare do t'jetë në gatishmëri të plotë në ditën e fundit të vitit, dhe po ashtu edhe në ditët e para të janarit. Të gjitha shërbimet e urgjencave janë furnizuar me medikamentet e nevojshme, ndërsa janë përcaktuar edhe mjekët roje që do t'jenë në gatishmëri totale. Me rastin e festave të fund vitit, drejtoria jonë ka nxjerrë një urdhër ku ka shpërndarë për të gjitha shërbimet dhe gjithë shefëve ju kërkohet që të bëjnë prezente listën e mjekëve roje deri në datë 4 janar. Njëkohësisht, nëse mjekët roje gjatë ditëve të festave të kenë nevojë edhe për ndihmë më të specializuar, bashkë me listën e rojeve janë edhe mjekët on call, mjekët në gatishmëri, të cilët në çdo moment janë gati që të vinë nëse mjeku i rojës e gjykon të arsyeshme që duhet thresë një mjek më të specializuar. Njëkohësisht janë gatishmëri të gjitha sallat e operacionit, të gjitha sallat e urgjencës janë gatishmëri të plotë. Ndërrimi i viteve do të gjejë në qendrën spitalore universitare edhe disa nga pacientët, të cilët për shkak të sëmundshmërisë që kanë, nuk mund të ikin në shtëpitë e tyre. Pavarësisht kësaj, edhe të shtruarit në spital do të festojnë vitin e ri si të ishin në shtëpi, me ushqim të bollshëm, pije dhe ëmbëlsira, por menuja e ditëve të festave do të jetë e përshtatur edhe me dietën që të sëmurët ndjekin.